Një ngjarje e rëndë është regjistruar në fshatin Kanin të Vlorës, ku një grua 43 vjeçare është gjetur pa shenjajete në banesën e saj. Sipas informacioneve policore dyshohet se shtetësja GA ka ndëruar jetë për shkaqe natyrale. Mësohet gjithashtu se ajo vuante nga problemet të shëndetit mendor. Policia dhe autoritetet përkatëse kanë referuar materialet në prokurori për të vijuar me procedurat ligjore dhe hetimet e mëtejshme në funksion të zbardhjes së plotë të rrethanave të ngjarjes. Njoftimi i policisë. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori, pasi dyshohet se ka ndëruar jetë për shkaqe natyrale në banesën e saj në fshatin Kanin shtetësja GA 43 vjeçe, e cila vuante gjithashtu nga problemet të shëndetit mendor. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.